Synimi i këtij panajiri është palosja e universiteteve me ofertat e tyre të studimit, në mënyrë që dhe gjimnazistët të cilët mbarojnë si vjet të orientohen më mirë përsa i përket ofertave studimit të cilat janë prezente përsa i përket tregut të universiteteve. Gjithashtu në këtë panajir kemi prezente edhe kompanitë më të njohura, të cilat kanë shpallur dhe vendet e tyre vakante dhe i bën një orientim punkërkuesve përsa i përket vendeve të tyre vakante të cilat janë prezente në tregun e punës sipas tendencave më të reja të tyre. Gjithashtu në këtë panajir kemi prezente edhe zyrën e punës, e cila i ofron një orientim më të saktë punkërkuesve se cilat vende vakante do me thënë janë të shpallura dhe për cilat ato mund të jenë më shumë të interesuar. Shohim një rritje të interesit të studentëve, sidomos në fushat e infirmierisë, në fushat e ekonomisë, stomatologjisë, por edhe fushat të tjera si drejtësia ose shkencat e telekomunikacionit ose qoftë edhe arkitektura. Do me thënë nga viti në vit janë rritur edhe tendencat për deg edhe më të veçanta se që mund të kenë qenë për shembull herët e tjera.